I shkuan prindit në Zvicër atje ku tash po jeton me burrin, Engjë mund t'i mbaj lotët nga gëzimi. Angjelusha Saliu, e cila pak muaj e parë dha fund beqarisë dhe kuriorzoi dashurinë e saj me një martesë të bukur, po përjeton një periudhë të mbushur me emocione të veçanta dhe momente të paharrueshme në jetën personale. Pas martesës, këngëtoja e njohur vendosi të ndërrojë ambient dhe të vendoset në Zvicër, ku po ndërton një kapitull të ri të jetës së saj bashkëshortore. Megjithatë, largimi nga familja dhe miqtë e saj të afërt nuk ka qenë i lehtë, pasi ndarja nga njerëzit më të dashur gjithmonë lën një bushllëk që nuk mbushet me asgjë tjetër. Këtë javë Angjelusha ka përjetuar një emocion të veçantë dhe të papërshkrueshëm, kur prindit e saj vendosën të udhëtojnë drejt Zvicrës për ta vizituar. Takimi me familjen pas disa muajve largësie ishte një moment i mbushur me gëzim, ngrohtësi dhe përqafime të forta, të cilat këngëtarja i ka ndarë edhe me ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.